paragjykohen ma shumë diaspora sa që vinë në Kosovë, sa i përket luksit deron? Paragjykohen sepse ata kur të vinë, do me thonë të në vitin punojnë për me arë një pushim në Kosovë, jo që s'kan pare për me shku në i shtet tjetër, po atë dhe ju i tërhek normal, familjartë, edhe ata punojnë të në vitin me arë në Kosovë në vend vetin, edhe keq ato pare mi shfrydzu, mi bo rrush e kumla. Edhe nuk e nalin vetën, do me thonë, edhe nuk e kursin vetën kërkon, do me thonë veç dalin, blejn, këqyrin me shfrydzu që të pushim maksimum. Pa, me ndërën që pa ka ndryshu koha, nuk është që... Po, pak po. Po, mujnë mo. Rinia e kena ndryshu. Men se na i kena kuptu sanët. Edhe që tash ma herët tash na po bojna ma shumë lukë se ata. Edhe nuk po mujnë me orë mu livdu. Se ata po vini dhe mo nuk na do këtë interesant. Interesant, jo. Tash t'jemi realista, na i kena pri diasporis me orë dhe me dalë me na qitë. Për shambull, me na qunë pushem, tash mona nuk i presëm ata, na dalëm vetë, pële ata dalin njerë në vetë një pushem, na po dalëm 4 herë në vitit, Shqipnin 2 orë, ma i këna botash, Roma, Selarniki, për çdo vikend, i ki shqiptarët në Shqipni. Mo italishtën e mësu me greqishtën. Po, vëlla gjysën e kemi mësu. Mirë, Emiran, pse paragjykohen ma shumë diaspora kur vinë në Kosovë, sa i përket luksit? Jo, paragjykim mos të thëmë, adin se apet të mdhim.